Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve këtu në televizionin Opinion. Komuna e Prizrenit nis dezinfektimin. Për këtë projekt janë ndarë 300.000 euro. Zyrtarët e Hidroregionit Jugor thonë se furnizimi me ujë është normal, përkundër temperaturave të larta. Elliot Engel, problem për Kosovën nëse specialen e themelon OKB-ja. Pemi zhvillimeve të ditës së sotme, për të 7 vit më radh, Komuna e Prizrenit zbaton projektin e dezinsektimit të hapësirave dhe kanalizimeve. Këtë vit komuna ka ndarë 30.000 euro, ndërsa i gjithë projekti pritet të përfundojë deri në fund të muajit korrik. Komuna Prizrenit nga sonte ka filluar zbatimin e projektit të dezinsektimit dhe deratizimit të qytetit. Është viti 7 me radhë që komuna jon përmes Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural realizon projektin e DDD-s, thot zyrtari Drejtorisë së Bujqësisë Hajrullah Hoxha. Projekti i dezinfektimit dhe deratizimit të qytetit të Prizrenit ka të bëjë kryesisht me ndërmarrjen e masave parandaluese për mbrojtjen e shëndetit të popullatës, përmes masave në luftimin e insekteve, smundjeve dhe brecësve. Paraprakisht sot është dita kur do të fillojmë ky projekt për shkak të kushteve klimatike asiç që lejojnë. Projekti do të fillojë në orën 20 në parkun e qytetit të Prizrenit dhe lutet të gjithë qytetarët që në këtë kohë të kenë lëvizjet më të kufizuara për shkak se do të përdoret mekanizmi i cili bën shpërndarjen e preparateve të rëndësishme. Hoxha gjithashtu theksoi se tretësira me të cilën do të bëhet spërkatja është e testuar, ndërsa nuk paraqet rrezikshmëri në njerëz. Kujdes duhet të kenë vetëm bletarët. Rrezikshmëri në këtë drejtim nuk ka, pasi që të gjitha preparatet që përdoren në këtë drejtim janë ekologjike dhe nuk janë të dëmshme për shëndetin e popullatës, mirë po sadokudo lëvizjet e qytetarëve duhet të jenë pak më të reduktuara në këtë kohë. Për bletarët kemi një thirrje që në kohën kur do të bëhet dezinsektimi i qytetit të Prizrenit dhe i hapësirave publike, to e pas parasysh edhe varrezat e qytetit, shtratin e Lumbardit, parkun e qytetit, në kohën kur të bën këto veprime, të kenë sa më të kufizuara bletët e tyre, në mundësisht të mbajnë në hapësirat e tyre të mbyllura. Projekti zgjat në 3 faza, sot është faza e parë, që ka të bëjë me luftimin e insekteve në hapësirat publike, pastaj do të vazhdoj me fazën e dytë që ka të bëjë me dezinsektimin e hapësirave publike në ndërtesat publike dhe në vende tjera, dhe e treta do të jetë edhe në për deratizimin e kanalizimit të qytetit. Të gjitha tretësirat që futen në Republikën e Kosovës janë të testuara dhe janë ekologjike, kështu që asnjë preparat tjetër i cili nuk është në kuadër të këtyre standardeve nuk mund të përdoret. Vlera projektit për këtë vit është 30.000 euro. Dezinsektimi nisi sonte në orën 20 në parkun e qytetit, ndërsa ka për qëllim eliminimi ose sjellja në kufi të tolerancës epidemiologjike të insekteve fluturuese, si mizat, mushkonjat dhe bretësit, pengimi i përhapjes së sëmundjeve që barten nga këto 2 grupe insektesh dhe krijimi i kushteve për një jetë më të rehatshme gjatë muajve të verës. Qytetarët e komunës së Prizrenit po furnizojnë rregullisht me ujë të pishëm. Nuk ka probleme të mëdha, por qytetarët duhet të kryejnë obligimet me qëllim që edhe gjatë ditëve në vijim të mos kemi probleme me furnizimin me ujë, thot zyrtarja për marrëdhënie me publikun Verije Krasniqi. Kosovën po e presin ditë mjaft të nxehta, e gjithashtu edhe qytetarët prizrenas do të përballen me një situatë të tillë. Por këtyre ditëve sfidën ngelet furnizimi me ujë nga kompania Hidroregionit Jugor. Zyrtarja për informim Verije Krasniqi thot se për momentin nuk ka probleme, përveç se disa reduktimeve për arsye të punimeve që janë bërë në rrjet. Furnizimi me ujë të pijes në qytetin e Prizrenit në përgjithësi është i rregullt, përveç në disa raste kur ka ndërhyrje në mirëmbajtje në rrjet të ujësjellësit, si dhe gjatë punimeve në pastrimin e ujëmacëve. Pra, mund të themi se gjatë muajit qershor furnizimi me ujë të pijes në qytetin e Prizrenit ka qenë i rregullt 24 orë në zonat e ulta po flas, kurse me reduktimet e planifikuara në lagjen Bashdarhane dhe në lagjen Dardania. Këto reduktime të planifikuara kanë qenë për shkak të humbjeve të ujit në rrjetin transportues që i furnizon këto lagje, ku momentalisht jemi duke bërë ndrimin e këtij gypi. Dhe pas përfundimit të punimeve do të zvoglohen humbjet e ujit në rrjet dhe do të përmirësohet furnizimi me ujë për lagjen Dardania dhe lagjen Bashdarhane.
Sipas zonjës Krasniqi, problem ngelen kyçjet ilegale. Sa i përket furnizimit me ujë në fshatra, lirisht mund të themi se kemi furnizim të rregullt, mirë po konsumatorët e këtyre fshatrave, sidomos në kohën kur temperaturat janë të larta, e keq përdorin e ujin e pijes duke ujitur hapësirat e tyre ujore, si dhe duke instaluar lidhje ilegale. Kompania përmes ekipeve të kontrolës, të cilët vazhdimisht janë të angazhuar në teren, si gjatë ditëve të punës, po ashtu edhe gjatë ditëve të vikendit, kanë hasur në shumë raste të këtyre lidhjeve ilegale, si dhe raste të keqpërdorimeve të ujit. Ne kemi marrë masat e duhura konform rregullave të brendshme të kompanisë, si dhe ligjeve në fuqi. Veri e Krasniqi bën të ditur se edhe fshatrat e Hasit janë të furnizuara me ujë përveç disa banorëve në zonat e larta. Krasniqi bën apel te konsumatorët që të kryejnë obligimet që kanë ndaj kompanisë së tyre, pasi vetëm kështu mund të evitohen problemet e furnizimit me ujë. Instituti Demokratik i Kosovës kërkon shtimin e hapësirave të gjelbëruara, sidomos tek ish qendra tregtare Benaf. Nëpërmjet një projekti, ajo ka prezantuar dhe synon që të shtojë këto hapësira me qëllim që qytetarët të kenë mundësi dhe për pak relaks e rekreacion. KDI-ja kërkon mbështetje nga të gjithë institucionet dhe organizatat jo qeveritare të Prizrenit. KDI ka ndërmarrë iniciativën për shtimin e oazave të gjelbëruara në qytetin e Prizrenit, ashtu dhe siç bën të ditur Naim Cahani, Instituti Demokratik i Kosovës ka dalë me qëndrime dhe propozime konkrete rreth hapësirës publike, e cila deri vitin e kaluar ka qenë shfrytëzuar nga ana e Benafit. Sipas tij, kjo ka ardhur për arsyetim të mungesës së hapësirave gjelbëruese dhe rekreative brenda zonave të banimit. Realisht, Instituti Demokratik i Kosovës ka procedu fillimisht me kërkesë qasin dokumente publike, ku është kërku i gjithë dokumentacioni, madje edhe kontrata komunës me ish operatorin Benaf. Prona realisht është pronë komunale, në bazë të certifikatës pronësisë, ajo pronë është pronë komunale. Pse pikrisht është qasë të të hapësirë, është pikrisht për shkak që ju e dini ajo pjesa tjetër apo ish shëriti i gjelbërt, që vërtet ka qenë shumë ide e mirë që ajo shërit tjetë shëriti i gjelbërt, është këty në ndërtim të lartë dhe betonim, është ngulfat në një farformë me qytetarit dhe gjitha ta banorë, jo vetëm ta asoj lagje që do të popullohet, por edhe lagjeve tjera, nuk kanë se ku të dalin dhe të marrin paktën një lloj frymimi apo ajri ma shumë. Kështu që ideja ka rrjedhur mu pikrisht për shkak të pa tendencat që çdo lagje e Prizrenit po ndërtohet me ndërtime të larta dhe po betonohet skajshmërisht dhe të pa edhe mungesën e hapësira gjelbëruese. Nëse marrim do të analizojmë shumica lagjeve të Prizrenit brenda zonave të banimit nuk kanë hapësirë gjelbëruese. Vërtet kjo konsiderojmë që paraqet shumë handicap shumë të madh ku një qytetar nëse don realisht të relaksohet do të dalë në periferitë qytetit Prizrenit apo të shfrytëzon pjesën e Marashit. Kështu që pse jo mos t'i krijojmë edhe një park e dytë të qytetarëve të Prizrenit ku do të kenë mundësinë që shumë ma lehtë dhe ma shpejt ju qasin për të relaksu dhe sigurisht edhe për çtit pse jo. Cahani bën të ditur se vetëm për pak ditë sa është prezantuar kjo ide, ka gjetur mbështetje në organizatave të shoqërisë civile në Prizren rreth qasjes së propozimit për këtë pronë publike. Realisht, projekti që është dërguar dhe tek organizatat e shoqërisë civile është një projekt amator që është bë vetëm me lancu si ide se sa vërtet do të jep gjelbrim asaj zone të Prizrenit. Kështu që nuk do të thotë që ai projekt do të jetë përfundimtar, sigurisht që momentin që mirët vendim meritor dhe do të destinohet ai hapësirë për hapësirë gjelbëruese dhe rekreacioni, atëherë autoritetet komunale do të trajtojnë dhe do të draftojnë një projekt detaj se si do duket, sigurisht edhe me konsultim edhe me qytetarët e lagjeve të Prizrenit apo pikrisht lagjes protokollit me që ndoshta edhe ajo lagje do ta frekuenton më tepër atë hapësirë.
Ideja tjetër që ndoshta mund të synojmë edhe bashkërisht edhe me shoqërinë civile dhe media dhe qytetarët është që të identifikojmë hapësira tjera ku mund të kthehen si hapësirë gjelbëruse. Ndoshta është shumë herët flitet për shkak që nuk e kemi një analizë paraprake për një hapësirë që ne mendojmë që edhe ajo hapësirë duhet të jetë hapësirë gjelbëruse, është edhe të tregun tek rrethi i Bashdaranës. Është një hapësirë shumë e madhe, është hapësirë që ndoshta në të ardhmen mund planifikohet edhe aty që të jetë oazë gjelbëruse. Gjithmonë do të thotë është arsyetim shumë i madh se prizrenasëve i mungojnë shumë këto hapësira gjelbëruse dhe rekreacione. Zyrtarët e KDI-s besojnë se shumë shpejt do të procedojnë kërkesë në drejtim të kryetarit të komunës, kuvendit të komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit. Deri më tani ky projekt ka marrë përkrajën e opozitës dhe disa drejtorive komunale, edhe përkundër faktit, citon Cani se kjo hapësirë kishte tendenca për të betonuar në ndërtesat e larta. Me votim unanim, Dr. Bekim Gashi është zgjedhur kryesues i Këshillit Drejtues të Universitetit Ukshin Hoty në Prizren, i cili është organi më i lartë i këtij institucioni, ndërsa zëvendës kryesues është zgjedhur profesor Dr. Abdullah Zeinullahu. Zgjedhjen e Gashit dhe Zeinullahut në krye të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prizrenit e kanë përshëndetur të gjithë anëtarët e Këshillit Drejtues, duke ju uruar sukses në drejtimin e këtij organi të rëndësishëm të UPZ-s. Kryesuesi i deritanishëm profesor Dr. Abdullah Aliu, me rastin e pranim dorëzimit të detyrës i falemnderoi të gjithë anëtarët e Këshillit Drejtues dhe rektorin profesor Dr. Amvataj për bashkëpunimin konkret në të mirë të institucionit. Aliu ju uroi suksese në punën kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit të ri të Këshillit Drejtues, duke ju ofruar bashkëpunim të plotë në avancimin e proceseve në të cilat gjendet universiteti. Rektori Vataj dhe anëtarët e tjerë të Këshillit Drejtues e falenderuan për punën e bërë kryesuesin e gjertanishëm dhe e uruan për detyrën e re kryesuesin Gashi, duke i dëshiruar sukses. Kryesuesi i ri Këshillit Drejtues profesor Dr. Bekim Gashi pasi falenderoi anëtarët e Këshillit Drejtues për besimin e dhënë për drejtimin e këtij organi të rëndësishëm, shpreh mirënjohje të sinqertë për punën e mirë që ka bërë kryesuesi deri tanishëm në proceset të rëndësishme që ka kaluar universiteti, duke theksuar kontributin konstruktiv dhe vendimars në rregullsinë e procesit të zgjedhjes së menaxhmentit të ri. Edhe zëvendës kryesuesi i Këshillit Drejtues profesor Dr. Abdullah Zeinullahu mbajti fjalë rasti duke i falendëruar anëtarët për besimin e dhënë. Në bazë të statutit të universitetit, zgjedhja e kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit të Këshillit Drejtues bëhet çdo vit. Këshilli Drejtues është organi më i lartë qeverisës në universitet. DokuFest do të prezantojë programin Short Mothers 2015, turneu i Akademisë së Filmit Evropian, i cili sjell filma të shkurtër të nominuar për çmimin evropian të filmit në një numër të festivaleve të filmit. Short Mothers 2015 përfshin dokumentar, fiksion, filma eksperimental dhe të animuar në një panoram të film bërësve evropian bashkëkohor. Programi përfshin filmat Daily Bread nga Idan Hubble, Izrael, Dinolan nga Mariam Kachivani, Georgi, The Missing Scarf nga Eon Duffy, Irland, Shipwreck nga Morgan Knibb, Holland, Little Block of Cement is Dishevelled Here Containing the Sea nga George Lopez Neveret, Spanj, Still Got Lives nga Jan Gerrit Saylor, Gjermani, Pride nga Pavel Vesnakov, Bullgari, Gjermani, Summer 2014 nga Ijoj Sobgjik, Poloni, dhe Shikën nga Ana Ganchek, Gjermani, Kroaci, dhe Shimara of Me nga Sebastian Brockner, Britani e Madhe, Ill nga Simon Shabo, Hungari, Taprobana nga Gabriel Abrantes, Portugali, Emergency Call nga Hannes Vartnan dhe Pekka Veikolan, Finland, El Valley nga Anar Gondson, Danimark. Iniciativa filmave të shkurtër EFA organizohet në bashkëpunim me një numër të festivaleve të filmit në Evropë. Në secilin nga këto festivale, një juri e pavarur nominon një prej filmave të shkurtër të konkurrencë për kategorinë e filmave të shkurtër të Akademisë së Filmit Evropian. Kjo është hera e tretë që programi Short Mothers prezantohet në DokuFest.
Edicione në lajme vazhdojmë me të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni. Kryeministri Isa Mustafa uroi qytetarët e Kosovës me rastin e 25 vjetorit të deklaratës kushtetuese të dy korrikut 1990. Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa me rastin e 25 vjetorit të deklaratës kushtetuese të dy korrikut ka uruar të gjithë qytetarët e Kosovës për këtë ditë të shënuar në kalendarin historik të shtetit të Kosovës. Në urim, kryeministri Mustafa thekson se deklarata kushtetuese të dy korrikut të 90-s është dëshmi e vullnetit për kushtimit dhe përpjekjeve të pareshtura të popullit të Kosovës për liri, pavarësi dhe demokraci. Kryeministri thekson se kjo datë shënon një ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë e Kosovës dhe të popullit të saj. Me këtë rast, kryeministri Isa Mustafa po ashtu ka shprehur mirënjohjen e qeverisë dhe qytetarëve të Kosovës për delegatët e kuvendit të atëhershëm të Kosovës për vendosmërinë dhe vizionin e treguar me rastin e shpalljes së deklaratës kushtetuese në rrugën drejt realizimit të vullnetit të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara Elliot Engel sot ka mbajtur një fjalim para deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Anëtari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara Elliot Engel është shprehur dhe për çështjen e themelimit të gjykatës speciale për krime të luftës. Unë nuk besoj se Kombet e Bashkuara veçanërisht janë korrekte kur kemi të bëjmë me Kosovën. Besoj se do të ketë alternativë për gjykatën speciale nëse ajo nuk miratohet. Mendoj se do të jetë gjykatë e OKB-s dhe ky do të jetë problem i madh për Kosovën, tha Engel. Me tutje ai ka theksuar se në punën e tij të çdodiçme në Washington e ndihmon Kosovën duke biseduar me zyrtar të lartë të shteteve që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, duke kërkuar nga ata që të bëjnë këtë. Ai theksoi se Kosova është shtëpia ime e dytë. Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci me bashkëpunëtor ka vizituar gjykatën themelore të Mitrovicës në veri të këtij qyteti. Peci ishte në veri të Mitrovicës për të mbikëqyrur intervistën e mbajtur për gjyqtarët serb të cilët do të integrohen në sistemin gjyqësor të Kosovës. Kryetari i gjykatës Peci tha se veç kësaj ka ardhur sot në veri të Mitrovicës edhe për të njohur nga afër me kushtet të përgjithshme të cilat do të punojë gjyqtarët në të ardhmen. Sa i përket funksionimit të plotë të kësaj gjykate dhe fillimit të punës së gjyqtarëve në këtë pjesë të qytetit, Peci potencoi se të gjitha procedurat do të përfundojnë më së largu deri më 1 tetor, ashtu siç është paraparë dhe me marrëveshjen, dhe në këtë mënyrë do të fillojë puna e përbashkët të shqiptarëve dhe serbëve në veri. Ne kemi ardhur prej Këshillit Gjyqësor të Kosovës për shkak të procesit të integrimit të gjyqtarëve jo shumicë. Ka filluar intervistimi i kandidatëve në të njëjtën kohë jemi duke shikuar dhe kushtet se ku kanë me u vendos për të filluar punën ashtu siç ka qenë marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë sipas parashikimeve që kanë qenë me 1 shtator ose 1 tetor do të përfundojnë të gjitha procedura sipas marrëveshjes me fillu me punu bashkërisht, do të thotë shqiptarët dhe serbët në këtë pjesë, shpresoj se kushtet janë më të mira se sa në kohën kur kam qenë unë, ka thënë Peci. Shenjë të rimin e nënës Terez nga ana Selisë shenjë të pretë tërë bota dhe jo vetëm ajo e krishterë, por të gjithë njerëzit human, të gjithë ata që kanë virtytet njerëzore dhe që kanë mbetur të mahnitur dhe të frymëzuar nga vepra e saj, që shënoi jo vetëm epokën e jetës dhe veprimtarisë së saj, por dhe tërë historisë së njerëzimit. Gjasat janë, sipas paralajmërimeve, që procedurat e Vatikanit të përfundojnë së shpejti dhe ajo edhe formalisht të shpallet shënjetore me 5 shtator të vitit 2016. Është kjo dita kur u mbushën 19 vjet nga vdekja e nënë Terez, e që për nder të saj është shpallur nga Kombet e Bashkuara si dita ndërkombëtare e bamirësisë. Kosova dhe të gjithë shqiptarët kudo kanë dhe një arsye më tepër të presin këtë ditë me padurim dhe ngallëzim. Nëna e botës është Gonxhe Bojaxhiu, është bija më e madhe e Kombit, namin e të cilit e përapi në mbar botën, por një grup patriotësh nga Kosova, nga vendi origjinës së saj, kanë vendosur që të mos rrinë duar kryq në pritje të aktit mallor të shenjtërimit dhe të bëjë diçka për nënë Terez, por edhe për Kosovën, në Kombin dhe për botën. I prirë nga gazetarja dhe publicistja e njohur Diana Toska, ky grup ka ideuar projektin e krijimit të një himni të ri, të dytë të Kosovës për himnin ky që do të jetë simbol jo vetëm mbarkombëtar, por edhe një dhuratë për tërë botën, për të gjithë njerëzit që kanë në zemër simbolin e bamirësisë.
Këta ideatorë të projektit kombëtar veçme kanë nisur dhe kanë kryer një pjesë të madhe të përgatitjeve për realizimin e projektit mallor, një vepër që do të mallërojë ceremoninë e shenjtërimit me 5 shtator 2016 në Vatikan, bëhet fjalë për himnin kushtuar në Terezë, i krijuar me vargjet e vet asaj dhe me muzikë të Lorenz Antonit. Në realizimin e kësaj vepre janë angazhuar dhe shumë artistë të tjerë, ndër të cilët dhe operistja me famë botërore Inva Mula, e cila do të interpretojë himnin. Tashmë është organizuar dhe xhirimi i veprës që do të realizohet në Tiranë në fund të këtij muaji. Promovimi zyrtar i publikimit të himnit për Nënën Terezë është planifikuar që të bëhet në një manifestim shtetëror në ditën e 9 botërore të bamirësisë dhe për vjetorin e 18 të vdekjes së saj, pra me 5 shtator të këtij viti në Prishtinë. Që të jetë kjo dhuratë e mirëfillt nga Kosova për njerëzimin, ideatorët morën veprime për të sensibilizuar institucionet e shtetit në përkrajet e projektit, dhe kjo përkraje të pakt ajo morale deri tani nuk ka munguar nga strukturat më të larta të shtetit. Presidenti Atifete Yahyaga, kryeministri Isa Mustafa dhe kryeparlamentari Kadri Veseli e kanë mirëpritur dhe përkrahur pa rezervë projektin si shtetëror dhe mbar kombëtar. Madje Veseli pas takimit me iniciatorët muajin e kaluar kishte shkruar në Facebook: himni i Nënë Terezës do të jetë një simbol që do të përfaqësojë në botë shtetin e Kosovës dhe shpirtin humanist të popullit ton. Këtë ditë mësojmë se është nënshkruar dhe një memorandum mirëkuptimi mes parlamentit dhe bartësve të projektit të himnit. Tani mbetet që të gjithë aktorët relevant që mund të kontribuojnë për realizimin e projektit të angazhohen dhe të ndihmojnë në realizimin e tij. Historia e himnit ndërlidhet me vargjet e Nën Terezës që nobelistja i kishte shkruar gjatë rrugës që kishte bërë prej Irlandës në Kalkut në vitin 1928, por ato do të ngelin vetëm në letër, po të mos ishte kionism dhe ide konkrete e ditëve të fundit. Pikërisht kionism do të bëj gonxhën ton një lule që do të qëndrojë gjithmonë e freskët në kopshtin e kujtesës son kolektive. Shikues të nderuar të televizionit Opinion, kështu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju faleminderit për vëmendje, bashkë mirupafshim në edicionet të radhës. Natë e mirë.